Kryeministri Edi Rama gjatë rubrikës Sy më sy ju përgjigj pyetjeve të qytetarëve në rrjetet sociale dhe deklaroi se më 16 maj në Tiranë do të mbërrinë udhëheqësit kryesor të kontinentit evropian. Rama ka kërkuar një mandat të katërt, ku sipas tij ka ende probleme për t'u adresuar. Në 16 maj, në sheshin Skënderbej, aty nën hijen e kalit dhe të herojt tonë kombëtar do të vinë të gjithë udhëheqësit e kontinentit evropian. Jo të Bashkimit Evropian, të kontinentit evropian. Ka edhe ambicie për më shumë. Unë jam vetë i pakënaqur. Jam shumë i pakënaqur në shumë gjëra dhe prandaj jam edhe shumë ambicioz për t'i bërë gjërat më mirë. Dhe pa diskutim që shqiptarët nuk duan vetëm të vuajnë, por shumica e shqiptarëve e sheh ndryshimin, sepse e prek ndryshimin, sepse jeton me ndryshimin dhe sepse ndjen në radhë parë atë gjë shumë të madhe që ka ndodhur. Ka ndodhur diçka shumë e madhe, Angela, që nuk ka ardhur nga qielli, por ka ardhur si rezultat i përpjekjes dhe i mbështetjes së madhe të shqiptarëve për këtë përpjekje. Po ashtu, kreu i qeverisë ka ironizuar sërish opozitën. Thire mos votosh, me që e ke mendjen në kënet dhe me që nuk ke asnjë, me sa duket, asnjë lloj tundimi që mbase voton për mua dhe për Partinë Socialiste dhe voton bashkë me shumicën për Shqipërinë në BE, mos voto fare. Të paktën mos shko të hidhesh në kënet, se është diçka që nuk është higjienike në pamja as politike, as qytetare, as kombëtare. Ja, kjo është, nuk është higjienike. Fare. Mos shko të hidhesh në kënet atje. Këtë thirrje të bëj unë. Pastaj këto të tjerat ja lëm kohës. Ndër të tjera, Rama u bëri thirrje shqiptarëve në diasporë që të votojnë Partinë Socialiste, duke e lidhur atë me të ardhmen europiane të vendit.